shtypur se jam dhe i gëzuar sot se jam rivën në kontakt me Lulin edhe mbas shumë kohë që kishte humb. Jam rivën në kontakt me të dhe është shumë pozitive kjo që se nuk shtyhet fushata pa Lulin. Po Luli për shembull i ka arrit, nuk e di se i kanë shku pagat e pensionet që i ka arrit. Po, dhe tashti pash që kështë dalë që të thënë do ju japë vizat amerikane, do ju heqë vizat amerikane, Luli. Do më dhe mund t'i heqë Luli vizat amerikane se s'ka gjëndorë. Dhe kjo është si puna e dikujt që hedh lotarin, dali ku dali. Këta thonë, kush të haj, e të vi, pastaj kismet.